Dhimbja e fytit është shenja më e shpeshtë e infeksionit që mund të godasë rrugët e frymëmarrjes nga bajame tek faringu. Përgjegjës janë në përgjithësi viruset dhe bakteret, por ndonjëherë dhimbja e fytit mund të jetë një reagim ndaj irrituesve si pluhuri, tymi dhe smogu. Xhevair Hoxhallari, doktor i shkencave mjekësore pra i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, na shpjegon më shumë për infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes. Doktor, përshëndetje, ju falenderoj që jeni pjesë e rubrikës sonë të mjekut. Cilat janë infeksionet më të shpeshta që prekin rrugët e frymëmarrjes, doktor? Në stinën në të cilën jemi tani, infeksionet më të shpeshta të rrugëve të frymëmarrjes janë ato që quhen me një emër të përgjithshëm kataret stinore, të cilat kanë të bëjnë përgjithsisht me infeksione virusale të qarkullojnë tani për shkak të ftohtit apo të ndryshimit të menjëhershëm të temperaturave. Infeksionet më të shpeshta në këtë periudhë janë rinofaringitet, pra bllokimi i hundit, infeksioni i hundëve edhe i fytit, dhe laringotrakeitet, të cilat janë të njëjtat infeksione, por që kapin një zonë më poshtë të rrugëve të frymëmarrjes. Këto janë më të zakonshme dhe më të shpeshta, dhe këto pastaj mund të ndërlikohen edhe me infeksione të tjera, që janë infeksione bakteriale, të cilat përbëjnë një ndërlikim të katareve stinore, si të thosh. Mjeku na shpjegon se cilët janë infeksionet më të shpeshta që hasin pacientët gjatë stinës së dimrit. Cilat janë shenjat e para të këtyre infeksioneve? Shenjat më të shpeshta dhe më të përgjithshme janë bllokimi i hundëve, kolla, temperaturë e lartë, dobësi të përgjithshme, mungesë oreksi, një gjendje diskomforti edhe një. Këto janë shenjat më të zakonshme të katareve stinore. Dimri dhe ditët me lagështi rrisin numrin e të infektuarve me infeksione të rrugëve të frymëmarrjes, ndërsa kjo ndodh si pasojë e rënies së imunitetit dhe ndikimit të kushteve sezonale për favorizimin e zhvillimit të infeksioneve virale. Kush mund të jenë shkaktarët kryesorë, le të themi, të tyre? Shkaktarët kryesorë janë viruset. Viruset janë një grup i madh viruse, si të thuash, dhe ndarja specifikimi i tyre është një gjë që nuk bëhet aq thjesht, por gjithsesi duhet ditur që ka dy grupe shkaktarësh. Një është grupet virusale, të cilat nuk kërkojnë mjekim me antibiotik, por kërkojnë trajtim, të cilin do ta them pak më poshtë, dhe një grup tjetër që janë infeksionet bakteriale që janë ndërlikim dhe janë pasojë e kësaj, dhe që kërkojnë mjekim më të veçantë, kërkojnë mjekim me antibiotik dhe me një mjekim ndryshe nga virozat. Mjafton që duhet ditur që janë dy grupe të mëdha, një grup bakterial dhe një grup virusal. Kolla është një veprim që pastron fytin nga irritimet e tilla si sekrecionet mukoze. Kolla mund të jetë edhe si pasojë e irritimeve nga gripi, të ftohurit bajamet apo infeksionet në krahëror. Një ndër problemet që haset momentalisht gjatë kësaj stine është pikërisht dhe kolla. A është problem për organizmin kur kemi një kollë të vazhdueshme? Kolla në fakt ka disa shkaktarë. Një kollë e shkaktuar nga shkaktarët që thash pak më sipër, pra një kollë e përfshirë në këtë që quhet katare stinore, nuk është në një kollë e rëndësishme, është një kollë që zgjat pak ditë, është një kollë e thatë, është një kollë që nuk i shkakton organizmit ndonjë lodhje të madhe, si thua. Por kollat që vazhdojnë janë kollat të cilat duhen sqaruar pse vijnë. Një katar stinor apo një viroz e thjesht nuk mund të japë një kollë që zgjat me javë të tëra. Kollat që zgjasin kështu kanë shkaqe të tjera, që mund të vinë, një shkak mund të jetë infeksioni i rrugëve të poshtme të frymëmarrjes, pra bronkopneumonit, pneumonit, bronkite, trakeobronkite, të cilat janë infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes, mund të vinë për shkaqe alergjike. Një katar stinor, për shembull, një grip i thjesht mund të shpërthejë një reagim alergjik të organizmit dhe kolla mund të zgjasë me javë. Dhe kjo është një kollë që duhet sqaruar pse vjen, dhe këtë e sqaron vizitat e mjekut, domethënë. Mund të vinë edhe për shkaqe që lidhen edhe me stomakun, një aciditet i shtuar i stomakut, një reflus gastroezofageal që ne e quajmë, mund të shkaktojë një kollë e cila zgjat me javë. Pra, një kollë e thjesht që zgjat 3-4 ditë apo maksimumi një javë nuk përbën ndonjë problem, po një kollë që shkon përtej kësaj është një kollë që duhet sqaruar dhe duhet që pacienti të drejtohet tek mjeku për ta verifikuar se kush është shkaku i kësaj. Dhe mendoj që është një gjë që duhet vlerësuar. Nuk them dot që është e rrezikshme, sepse mund të jetë e rrezikshme, mund të mos jetë e rrezikshme, por është një gjë që duhet vlerësuar dhe duhet bërë vizitë te mjeku. Një problem tepër shqetësues janë dhe infeksionet e bajameve. Të organe të vogla në formë bajamesh që gjenden në fund të fytit formojnë një unas të vërtet mbrojtëse.
Detyra e tyre është të pengojnë bakteret dhe viruset. Infeksionet e bajameve janë ato infeksione që hasen më shpesh në popullat. Mendoni ju se është e drejtë kurimi i tyre apo heqja përfundimtare nga organizmi? Infeksioni i bajameve është vërtet, është i shpeshtë në popullat dhe sidomos tek fëmijët. Në moshën fëminore është një infeksion më i shpeshtë. Për të thënë nëse duhen kuruar apo duhen hequr, kjo është një gjë që duhet vlerësuar nga mjeku. Në shumicën e rasteve bajamet duhen mjekuar mirë. Domethënë infeksionet e bajameve duhet mjekuar me medikamente. Infeksionet e bajameve janë të llojeve të ndryshme dhe nga mikrobe të ndryshme. Infeksionet që duhet vlerësuar më shumë janë infeksionet që shkaktohen nga streptokoku beta hemolitik që quhet, që është lloj mikrobi i cili shkakton ndërlikime në organizëm. Mund shkaktojë fenomene reumatizmale, mund shkaktoj dëmtime në zemër, mund shkaktoj një sër probleme të organizmit, duhet vlerësuar mirë. Po çdo infeksion i bajameve duhet vlerësuar. Kur arrin një stadie caktuar i infeksionit bajameve, pra kur infeksionet e bajameve bëhen kronike, atëherë mund të lindë edhe problemi i heqjes së bajameve. Përgjithsisht mjekimi bëhet me antibiotik të grupeve të ndryshme, të llojeve të ndryshme, të cilën e vlerëson mjeku, mund të jenë ceporinë, të grupit të ceporinave, të penicilinave, të eritromicinave, do të thënë ka disa grupe të cilat janë të efektshme. Në infeksionet që bëhen kronike është mirë që të bëhet një ekzaminim që quhet ekzaminimi florës bakteriale të fytit për të vërtetuar mikrobin nga se është shkaktuar dhe bazë të kësaj përcaktohet edhe antibiotiku i cili vepron ndaj këtij mikrobi. Por ndodh që edhe me mjekim të rregullt, edhe me mjekim me antibiotik të fuqishëm edhe efektiv, mund të ndodhë që infeksionet e bajameve përsëriten. Dhe kur përsëritja arrin një stad të caktuar, atëherë mund të lindë edhe problemi i heqjes së bajameve. Sigurisht që nuk mund të thuash që bajamet mund të hiqen pa asnjë lloj kriteri, nuk duhen hequr gjithmonë dhe pa plotësuar ato kriteret e nevojshme, domethënë. Kriteret të cilat bëjnë që një bajame të hiqet apo jo ndahen në dy grupe të mëdha. Kriteret ose indikacione, siç e quajmë. Janë indikacione absolute, pra indikacione kur bajame duhet hequr patjetër, dhe indikacione relative, në të cilat bajamja mund të hiqet, po dhe mund të mos hiqet. Në indikacionet absolute janë 2 ose 3 të vetme. Një indikacion është kanceri apo sëmundjet maligne të bajameve. Në këtë rast bajame duhet hequr, duhet bërë ekzaminime dhe duhet vazhduar me trajtimin përkatës. Dhe kjo është e domosdoshme. Indikacioni i dytë i absolut është hemorragjia nga bajamet. Është shumë e rrallë dhe është një sëmundje që mund të shfaqet. Dhe në këtë rast bajamja përsëri duhet hequr. Dhe indikacioni i tretë po absolut është vështirësia në frymarrje, e cila duhet thënë për hir të vërtetës nuk vlerësohet shumë nga pacientët. Një fëmijë i cili gret gjithë natën, bën një frymarrje të shkëputur, të gjatë, ose bën atë që ne e quajmë apne nokturne, do të fëmia ngrihet natën i trembur, mbushet me frymë. Ky është një indikacion absolut në të cilën i cili ndodh kur bajamet janë shumë të zmadhuara dhe sidomos kur bajamet shoqërohen edhe me mishin e huaj në undë. Dhe në këtë rast është e domosdoshme që të hiqen bajamet bashkë me mishin e huaj në undë, me atë që ne e quajmë vegetacione adenoide. Dhe këto 3 janë indikacione absolute. Përveç kësaj ka edhe një sër indikacione tjera që janë relative. Indikacione relative futen infeksionet e shpeshta të bajameve. Ka bajame e cila smuret 5 herë, 7 herë, 10 herë në vit. Ka plot prindër që e sjellin fëmijë dhe thonë që çdo muaj, çdo 2 javë bën infeksion të bajameve. Sipas Akademisë Otorinolaringologjike të Shkencave Amerikane, bajamja nëse smuret 7 herë në vit, brenda një viti, atëherë është një bajame që duhet hequr. Nëse fëmia mungon gjatë një viti 3 javë në shkollë për shkak të bajameve, atëherë dhe kjo bajame duhet hequr, sipas Akademisë Shkencave Amerikane gjithmonë. Nëse bajamja smuret 5 herë në vit për 2 vjet rresht, atëherë është një indikacion për t'u hequr. Nëse smuret 3 herë për 5 vjet rresht, përsëri është një bajame që duhet hequr. Por bajamet mund të hiqen edhe kur ka, domethënë edhe për gjëra më të lehta. Fjala vjen ka erë të keqe nga goja. Kur janë bajame kronike, të cilat janë me kripte të zgjeruara me gropa, si të thuash, në ato gropat e bajames futen mbeturina e ushqimesh, të cilat japin një erë të keqe nga goja. Edhe kjo mund të jetë një shkak për t'u hequr bajamet. Si dhe absceset peritonsilare, që është një gjë shumë e rëndësishme. Edhe kjo është një gjë që duhet vlerësuar. Abscesi është një infeksion që kalon përtej bajames, përtej kapsulës së bajames, si thua. Dhe ky është edhe ky një indikacion i rëndësishëm për t'u hequr bajamet. Heqja e bajameve
nuk mund të them që ka ndonjë kundërindikacion të rëndësishëm. Domethënë, bajamja nuk duhet hequr kur ka probleme të koagulimit të gjakut. Dhe nuk ka asnjë kundërindikacion tjetër. Dhe nga gjitha studimet që janë bërë sot, pavarësisht se e thash pak më parë që nuk duhet hequr kot, sepse çdo operacion ka rreziqet e veta, ka ndërlikimet e veta dhe nuk duhet hequr kot, po gjithsesi heqja e bajameve nuk është se ka ndonjë pasojë të rëndësishme në organizëm. Në studimet që bëhen sot, paktën në Amerikë, sepse thuhet që bajamja ndikon në mbrojtjen e organizmit. Dhe është e vërtetë që ndikon në mbrojtjen e organizmit, krijon imunitetin e organizmit, forcon imunitetin e organizmit. Por heqja e bajameve nuk ka vërtetuar të kundërtën. Pra, nuk ka vërtetuar që heqja e bajameve ul imunitetin e organizmit. Përkundrazi, domethënë në testimi që është bërë dhe nga analizat që janë bërë për verifikimin e sasisë së imunoglobulinave, të cilat merren me, nuk ka rezultuar që mbasi që bajameve të ulen imunoglobulin, ose në disa studime të ralla kanë vërtetuar që ka një ulje të përkohshme e cila rikuperohet shpejt nga organizmi, por që zgjat vetëm disa javë. Gjithsesi është kjo që për ta përmbledhur, domethënë është që bajamja duhet hequr kur plotëson indikacionet e nevojshme, por nuk duhet hequr pa arsye. Dhe në fund, doktor, disa këshilla të fundit për gjithë ata që na ndoqën në këtë rubrikë për të kuptuar më shumë rreth infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes, si ne tham, por edhe për problemin e bajameve që ne sapo shpjeguam. Këshillat tuaja 2 pika kryesore. Ajo që desha të thosha është në këtë stin që jemi tani, është mirë që të hajnë sa më shumë fruta, do të marrin sa më shumë vitamina, të vishen mirë, të ri organizmi i ngrohtë, domethënë, dhe të evitojnë bilodhjen. Domethënë, bilodhja, pagjumësia edhe mungesa e ushqimit predispozon që të zëhen virozat. Ndërsa për infeksionet e bajameve do të këshilloja që të ndiqen mirë me mjekën dhe të mos abuzojnë me antibiotikun. Ajo që unë do ta ngrinja ndoshta si alarm është përdorimi i keq i antibiotikëve tek ne. Në Shqipëri nuk e di, unë nuk kam parë një vend tjetër në botë që antibiotiku të përdoret si në Shqipëri. Në Shqipëri antibiotiku merret si karamele. Është një dëm i jashtëzakonshëm që i shkaktohet organizmit. Antibiotiku ul rezistencën e organizmit, ul imunitetin e organizmit dhe bën të paaft organizmin të përballojë infeksionet e mikrobeve. Dhe është një gjë shumë e keqe për organizmin. Të marrin sa më pak antibiotik dhe kur e ndjejnë që smundja zgjat më shumë, për të paktën një katar stinor, kur zgjat më shumë se 6-7 ditë apo një javë, duhet të shkojnë ke mjeku, po jo të marrin vetë antibiotik. Kjo është ajo që do thosha. Faleminderit për këshillat që dhanë. Faleminderit dhe ju. Periudha më problematike për personat që kanë probleme me rrugët e frymëmarrjes, veçanërisht të sëmurët me bronkit akut dhe kronik, është stina e dimrit. Në këtë periudhë, i ftohti dhe luhatit e theksuara të temperaturave ndikojnë në imunitetin e organizmit dhe krijojnë terren për prekje nga infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes që më pas gjenerojnë në bronkite të rënduara.